Një përplasje fizike mes Rozana Radit dhe Rezarta Shkurtës? Storia u rikthye në vëmendje nga një situatë e krijuar brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania. Kelly është dëgjuar duke i thënë Gjestit se Rozana në të kaluaran në një program televiziv ishte përplasur fizikisht me një femër, personalitet i njohur dhe se për këtë ekziston një video. Pas kësaj, kjo ka qenë një ndër temat e diskutimit në Prime-in e kaluar. Rozana u sqarua mbi situatën duke thënë se nuk ka pasur asnjë përleshje fizike brenda shtëpisë, ndërsa shtoi se ka pasur një konflikt me Rezarta Shkurtën jashtë shtëpisë për të cilin ka pasur një proces gjyqësor të cilin ajo tha se e ka fituar. Por me kaq nuk ka mbaruar. Pas kësaj, ka reaguar vetë Rezarta Shkurta. Ajo ka reaguar në mënyrë publike në Instagram duke hedhur dritë mbi ato që sipas saj ka ndodhur realisht me Rozanën. Sipas Rezartës, konflikti që përflitet ka ndodhur në vitin 2008 në një program televiziv dhe ishte thjesht një debat banal për pasta. Më tutje, ajo thotë se dhuna nuk është përdorur asnjëherë. Pra video dhunet që përmendet nuk është e vërtetë, sepse diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë, u shpreh Rezarta. Më tutje, ajo ka thënë se në vitin 2012 kanë pasur një tjetër konflikt me Rozanën për arsye profesionale, jo për dashurinë ashtu siç është përfolur në media. Pas këtij debati në rrjet kanë qarkulluar sërish pamjet e konfliktit të asaj kohe, duke ndezur diskutime të reja në lidhje me këtë ngjarje që dikur bëri buj. Sipas mediave në Shqipëri, molla e sherrit ishte i dashuri i përbashkët Ermal Hoxha, nipi i diktatorit Enver Hoxha. Para se të lidhej me artistin Noizi, Rozana Radi kishte një raport intim me Ermal Hoxhën. Rozana kishte ndërkohë miqësi të ngushtë me Rezarta Shkurtën. Në momentin që Ermal Hoxha ka njohur Rezarta Shkurtën përmes Rozit, ka nisur të flirtojë me të. Me kalimin e kohës, Ermal Hoxha është lidhur me Rezarta Shkurtën, ndërsa Rozana Radi e ka parë veten jashtë loje. Kështu raporti mes dy shoqeve u kthye nga miqësor në armiqësor. Rezarta Shkurta kishte njohje dhe takoi edhe me artistin Noizi, me të cilin Rozana krijoi më pas një raport. Dy shoqet e kthyera në armike të përbetuara, pasi Rozana Radi pretendonte se Shkurta kishte prirë në bezë duke i marrë të dashurin, nisën të shigjetonin njëra tjetrën në rrjete sociale dhe emisione televizive. Në këto kushte, Rezarta Shkurta i ka kërkuar një takim për t'u sqaruar Rozana Radit në zonën e liçenit të thatë në Tiranë. Sa po janë takuar, në një zonë ku nuk ishte shumë njerëz, Rezarta Shkurta ishte fjalosur me Rozana Radin duke e goditur ato me grushte në pjesën e fytyrës. Përleshja ka qenë e gjatë. Rezarta Shkurta sulmonte, ndërsa Rozana Radi qëndronte pasive. Rozana kishte ngritur një kallëzim penal ndaj Rezarta Shkurtës, e cila u akuzua për plagosje të lehtë me dashje. Fillimisht, që të dyja kanë pretenduar se shkaku i sherrit ishte një konflikt në emisionin VIP Shtëpia në Kosovë, por në fakt shumë shpejt është zbuluar se shkaku i sherrit ishte Don Juani, Ermal Hoxha, nipi i diktatorit Enver Hoxha.